Elbasani përkujtoi sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë përmes një ceremonie të zhvilluar në Memorialin e Patriotit e Qif Pasha. Edhe në këtë përvjetor, politika lokale festoi e ndar. Fillimisht ishte opozita ajo e cila vendosi kurora me lule në bustin e Qifpashës, nga ku mbajti dhe fjalën e rastit, ndërsa në ceremoni ishin pranishëm deputet, drejtues lokal, miq dhe trashëgimtar të familjeve të firmëtarëve të pavarësisë. Kujtojmë 25 nëntorin, pavarësinë e Elbasanit, që i parapriu pavarësisë së gjithë Shqipërisë. Sigurisht burra të ndershëm, patriot, por edhe guximtar, shpallëm me vetësinë e Elbasanit, i cili ishte akti i parë për shtetëformimin e shtetit shqiptar. Rreth një orë më pas ishin përfaqësuesit e mazhorancës, të cilët të mbajtën ceremoninë zyrtare sërish në bustin e patriotit e Qif Pasha Elbasani. Simbolikisht prefekti i Sharkut Ilir Bejtja ngriti flamurin në këtë ditë të rëndësishme historike për qytetin. Shkak të një agjende pune, kryetari i Bashkisë Elbasan zoti Gledian Llatja nuk ishte në ceremoni. Ndërkaq shpallja e pavarësisë ishte nder për Elbasanin duke i paraprirë aktit madhështor të 28 nëntorit në Vlorë.